Të shtunën në Tiranë, Fondacioni Alsar, botuesi i librit autobiografik të Hoxhë Burhan Filit, promovoi librin në gjurmët e shtektimit tim. Në këtë promovim në mjediset e hotelit Tirana Internacional kishte shumë besimtare personalitete nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Promovimin e drejtoi mbesa zotri Burhan Filit Diana Gjevdetçane. Janë kujtime që shndrohen në dëshmi, përvoja që bëhen mësime dhe ngjarje që frymëzojnë. Ky nuk është vetëm rrëfimi i jetës së një njeriu, është dëshmia e fortës së besimit, e durimit përballë provave dhe bindjes se ndihma e Allahut xhaleshanuhu nuk mungon kurrë për ata që i mbështeten atij me sinqeritet. Është një libër që të fton ta lexosh, ta reflektosh dhe ta jetosh përmes përvojës së autorit, duke nxjerrë prej tij mësime me vlerë për jetën, besimin dhe qëndrueshmërinë. Në emër të Fondacionit Alsar përshëndeti zotri Bujar Hoxha, i cili përshëndeti së pari kryetarin e Bashkësisë Islame të Kosovës Miftiu Naim Tërnava, profesorin Milazim Krasniqi, Hoxh Astrid Nikaj, Hoxh Justinian Topolli, Hoxh Ekrem Avdio, Hoxh Husamnedin Abazi, Hoxh Bekir Halimi, mysafir nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi dhe mysafir të shumt. Hoxhë Burhan Fili i iku në korrik të vitit 1976, maktit të pandërprer të jetuarit pa lirinë e besimit, të jetuarit në mbytjen e krijuar për ateizmit pervers shtetor, për eksperimentit të imponuar nga pushteti së keqes. Ikja nuk që prej mosmbushjes së barkut, por prej frikës së zbrazjes së shpirtit. La pas njerëzit më dashur shpinë vendlinjen, por jo përsimet prindërore me cilat që mbrojtur. Nuk u dha pas përmbushjes materiale të unit, por e përdori egon për të vënë pas ambicieve sipërore, për të përpikur për fe e vatar. Qetësia racionale e reflektuar në pamjen fizike të Hoxhës shumë të nderuar duhet të jetë borxhli patjetër për kënaqësisë me cilën ai e sheh të shkruarën e tij. Do e mos ka qenë edhe ai si çdo njeri në tërësinë e mallit, brengave, pikpyetjeve. Do duhet të jetë përballur me gjendje të gjykura humanisht parudalje. Do duhet t'i kesh shkuar lot buri në faqe e të ketë psherotir pa patur një prerë ta mbështes kokën. Ama forca e besimit nuk i ka lënë ta pllakosë erta, është mbajtur fort pas dritës së Allahut dhe ajo i ka rrëfyer udhën e mbarësisë. Është mbështetur tek Allahu dhe ka ndier dorën e mëbujarit. Dhe ja ku e kemi mërgjitarin e posaçont, tek nafton për t'i prekur gjurmët e shpiktimit të tij, për të mësuar e cilat misionare, për të kuptuar lodhin, për të njohur me individët e ndeshur gjatë realizimit të synimeve të larta, nga mentorët tek ata që mund t'i ketë lënë, nga mentorët tek ata që mund t'i kenë lënë dhe shqetëtitur, nga të kthyrit në miq të përreshëm, te të patakuarit më, për të ndalur me imagjinat në vendet ku ai shketi, ku ngulmoi dhe ku ja doli, për të dëgjuar zonën e Radio Kairos tek Fletship, e për ta parë ato si kopshtari ndërsa përpiqet ta jeshiloj tokën anë, të tharë për ndalimit të besimit. Tek idealisht nuk lodhet për ta kthyer qoftë dhe një copë shkretir në luatë. Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës Miftiu Naim Tërnava e përcolli me fjalë të ndjera për mikun e tij të kahershëm, autorin e librit Fjalë përshëndetëse. Në gjurmët e shtektimit tim, tha ai, nuk është një vepër që lexohet vetëm me sy, por me ndërgjegje me zemër dhe shpirt. Kjo vepër është shumë më tepër se një libër, është një moment kujtese, një dëshmi e qartë e shpirtit të pathyeshëm shqiptar. Është pothuajse e pamundur të flas për këtë vepër të çmuar të vllajt dhe mikut tim të nderuar zotri Burhan Fili në gjurmët e shtektimit tim, e kthyer për disa qaste mendimin dhe zemrën drejt historisë tonë kombëtare, asaj historie që u farkëtua mes flakëve të sakrificës, u kalit në dhimbje dhe mbjetoi fal besimit në Zotin e Madhërisëm, dashurisë pa kufishme për atë dheun dhe besnikërinë ndaj idealeve më të larta njerëzore. Askush nuk mund të kuptojë madhështinë e dritës pa kaluar në përrësirë, askush nuk mund të çmojë lirinë sa duhet pa e njohur peshën e robërisë, dhe askush nuk mund të vlerësojë dinjitetin njerëzor pa parë përballë përpjekjen e atyre që mbrojtën atë me jetën e tyre. Historia e kombit shqiptar nuk është një rrëfim i zakonshëm ngjarjesh, as një rënditje kronologjike datash, ajo është testament i shenjtë sakrifice, një himn i qendrësisë kombëtare, i shkruar me gjakun e dëshmorëve, me lotët e nënave shqiptare, me lutjet e besimtarëve dhe me dinjitetin e burrave e grave, që nuk pranuan të përkulin as dërgjegjen, as besimin dhe as dashurinë për vendin e tyre. Pas luftës së dytë botërore mbi Shqipërinë rahia rënd e një regjimi komunist,
i ngritur mbi dhunën mohimin e lirive themelore dhe luftën kundër fesë e besimit në Zot. Ishte një rezim që synoi të shkurtë nga zemre shqiptare në besimin fetar, të shkatronte familjen tradicionale, të fshinte kujtesën historike dhe zëvendësonte ndërgjegjen me frikën. Fjala e lirë u mbyll në burgje, mendimi i pavarur dënua, sa bezimin e krijuesin u shpas si faj që duhet dënuar. Fjalën e kryejmamit të Ulqinit Ali Bardhi, të pamundur për të ardhur, e mbajti Hoxh Astrit Efendi Nikaj. Ora familje e Hoxhës Burhan Efendifilit, vetëm po ta shikosh familjen e Hoxhës, dikush në Egjipt, dikush në Amerikë, dikush në Istanbul, dikush në Shqipëri, tregon madhështi, tregon bot kuptim të zgjan dhe tregon umet. Të flasësh për Hoxh Burhanin, mundeni të gjithë. Unë vetëm shkurt, elhamdulillah që na ka taku Allahu në lëshanu me te, shqyr që kemi fesin tonë, Allahu i dha shëndet dhe të mira. Këtu përfaqësoj kryeïmamin e Bashkisë Islame të Ulqinit, Magjistrin Ali Bardhin, i cili pa mundësi të marrë pjesë këtu, më dha mua këtë amanet dhe unë do ta lexoj kujdesin e tij. Hoxh Burhan Efendifili, simbol i sakrificës dhe frymëzimit. Në historinë e shqiptarëve të shpërndarë në përbot, rrallëherë shfaqen figura që përfaqësojnë me aq përkushtim, urtësi dhe sakrificë, njëkohësisht fenë islame dhe identitetin kombëtar. Një nga këto figura të rralla është Hoxha i nderuar Burhan Efendifili, imami nga Malësia e Shkodrës, i cili përçon nur në zemrat tona. Burhan Efendi u lindi një familje me traditë fetare dhe fetare, në një kohë kur besimi ishte ndaluar, ku xhamitë shndroheshin në magazina dhe librat fetar digjeshin, ai nuk hoqi dorën nga ideali i tij për të ruajtur fenë dhe dinjitetin njerëzor. Përndjekjet, ndalimet, frika dhe heshtja nuk e ndalen dot. Profesor Dr. Milazim Krasniqi e foli për rikthim të autorit në foljen e vjetër, rikthyer fitimtar në Shqipërinë e tij, kësaj here për të dokumentuar shtektimin e tij të suksesshëm, edhe në këtë libër të cilin po e promovojmë. Autori ynë është rikthyer në foljen e vjetër, dhe është rikthyer fitimtar në Shqipërinë e tij, të ndruar gjatë si vend të lirive, kësaj here për të dokumentuar shtektimin e tij të suksesshëm, edhe në këtë libër kujtimesh të freskëta, të cilin po e promovojmë këtu sot. Tradita e kujtimeve në jetën intelektuale, politike, fetare, kombëtare na rezulton shumë e varfër. Janë të pakët ata personalitete shqiptare që kanë lënë kujtime të shkruara. Secili do të ketë pasur arsyeën e vet, por rezultati është se kemi një memoristik shumë të varfër, rrjedhimisht kemi pak dëshmi të dorës parë, rrugët që kanë kaluar, fatet që kanë pasur shumë nga burrat e kombit tonë. Prandaj këto kujtime të aktivistit e thirrësit të shuar në Islam, vllaut tonë Burhan Filit, janë vlerë e veçantë në këtë kontekst si një thyrje e akullt, sidomos kur është fjala për personalitete fetare islame. Këto kujtime nuk janë strukturuar sipas një rendi strikt kronologjik të ngjarjeve, po janë alternuar sipas ndikimit të shkak pasojës, po dhe të rëndësisë që vetë autori u ka dhënë në rastin e seleksionimit të tyre. Si të tilla ato paraqesin vetëm majën e icebergut të jetës së tij, përkatësisht të ngjarjeve që kanë ndodhur në shtektimet e tij të paveshtura. Mbetet që autori ta vazhdoi këtë rrëfim edhe me ngjarje të dhëna të reja, që do ta plotësonin rrëfimin e tij jetësor. Për një ide të shit të kësaj natyre i uroj të ketë vullnet e shëndet, duke siguruar se sa më shumë që të ndriçohen shtektimet e tij jetësore, aq më shumë mund të nguliten në memorien e bashkëkombësve vlerat e atyre shtektimeve, rezultatet e thirrjes në besim, në identitet, në vlera kombëtare e njerëzore. Pas ti e mori fjalën Hoxhi Justinian Topulli, që zgjodhej të mos i përmbajë tekstit të përgatitur dhe talentet të lirë shprehjen e mendimeve. Ai e cilësoi autorin Hoxhi Burhan Filit si një ambasador të denjë për Islamin dhe atheun. Hoxhën e kam njohur me një përkthim në libri Haditheve Qudsi, ku Hoxha prezantonte si përkthyes i tij. Më pas kontakti që kam pas me Hoxhën në distancë ka qenë emisionet televizive që përmendën këtu që mamë ke televizionin shqiptar, të vëshaj që thoshin ne, ku njëherë në javë
jebe një mision ku flitej për fenë islam rreth 20 minuta, që me thënë të drejtën, e prisme pa durim. Sepse gjuhë që përdor të hoxha ishte thjesht, logjike edhe linë të mbresa. Mi për fat keq që emisioni zgjati shumë, do të kisha dashur që të kisha zgjatur më tepër, sepse vërtet në atë kohë ishte një ditare drite për njerëzit, për njohur Zotin, po edhe për njohur Islamin. Po pas hoxhën i shikoja nga larg, se unë kam qenë 15 apo 16 vjeç, kam qenë i ri, që ishte goxha aktiv dhe kisha dëgjuar që hoxha ishte dhe jahatisur, por më shumë për të nuk dija. Po pas njohëm me hoxhën e pasur gjatë para disa viteve kur unë drejtoja lidhjen e hoxhallarëve dhe u njohëm dhe u miqësuam shumë shpejt me hoxhën. Althoqë të ishim miq të largët, edhe pse diferenca e moshës bën të vetëm, mirë po siç thot profeti sallallahu alajhi wasallam, al-arwah junudun mujannada ma ta'arafa minha i'talaf. Pra, profeti sallallahu alajhi wasallam ka një hadith që thotë që shpirtet e njerëzve janë si ato ushtarë që mobilizohen në ushtri apo në luftë dhe ata që njihen mes tyre thotë afrohen. Kështu afrohem edhe me hoxhën, u bëm edhe miq me të. Sigurisht që kjo ndikoi pa diskutim edhe prerë familjare, antikomunizmi i tij, që është një marrës i përbashkët. Këtë rezistenca kryesisht. Disa fjalë i ja dedikoi promovimit edhe hoxhu Samedin Abasi, gjithashtu emocionues në shprehje si të nënvizimit se ka tubime si ky sotëm ku nderohet një jetë e tërë e shtrirë në shërbim të dijes. Ky është një nderim jo vetëm për një person, por edhe për librin Amanetin e dijes. Ka tubime ku nderohen pozitat, ka tubime ku nderohen sukseset, por ka edhe tubime si ky i sotmi ku nderohet një jetë e tërë e shtrirë në shërbim të dijes. Ky është një nderim jo vetëm për një person, por për penën, librin dhe amanetin e dijes. Në traditën islame, madhështia e një dietari nuk matet me numrin e viteve që ka jetuar, por me gjurmët që ka lënë. Prandaj, Allahu i madhruar në Kur'an porositë dhe thotë: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu i ngre në shkallë të lartë ata që besuan nga ju dhe ata që vazhdojnë tija. Ky ajet na kujton se nderi i vërtet nuk buron nga pasuria apo fama, por nga besimi dhe dija e dobishme. Sot nderon një dietar i cili edhe pse në moshë nuk e ka lënë penën, ai vazhdon të shkruaj, të hulumtoj dhe të ndriçojë mendjet. Kjo është pamja më e bukur e asaj që Imam Ahmedi radiallahu anhu e shprehu me fjalët e tij të njohura ma al-mahbara ila al-maqbara. Me boj shishen deri në varr. Po e shisha që është përdorur për pena që kanë shkruar në atë kohë. Këto fjalë nuk janë vetëm një moto për studiuesit, ato janë një filozofi islame e jetës, besimtari nuk pushon së mësuari dhe së dhëni për sa kohë që zemra i rreh dhe mendja i punon. Dietarët tanë të mëdhenj e jetuan këtë parim. Imam Nevoiu jetoi pak, por mbushi botën me dije. Imam Ibn Taymije radiallahu anhu shkroi edhe në burg. Ibn Qayyimi vazhdoi të mësonte e të shkruante në çdo rrethon. Hoxha Burhan Vilet për librin e falenderoi të gjithë të pranishmit, ndërsa ju drejtua atyre sikur njihja tjetër Burhan, fjalë të bukura, fjalë të qelluara, thurur me mjeshtri. U jam mirënjohës të gjithëve. Libri në gjurmët e shtektimit tim është zëdhënësi im. Të fjalë që dëgjova isha të menu për kënja të fortë. Kur njoha një tjetër Kur'an, me thënë drejtën fjalë bukura, fjalë qellume, thurëna me mjeshtri, por a thuja uraj. Nësë Allah i lëshanu që të bëjmë për ty që jam në menimet tuja të mira që keni për mu. Pralia ju i sot që keni ardhur nga viset ndryshme, shpreh fare qartë dhe mirë, dëshire që keni për të qenë bashkë për hir të Allahut, për të taku dikën që ka udhëtu se të ka bërë diçka, ose për të njohur më mirë të madh. Jam i njohur të gjithë se të mos të rive dhe të rejave, të cilat kanë marrë rrugën për të ardhur këtu. Pandër vllazët e mi të cilët kanë ardhur nga Shkupi, kanë ardhur nga Mitrovica, kanë ardhur
mësimi në këtë ditë të nxehtë, varë, zhek, por njeriu që don të jetë afër Mesisë nuk e ndërron asgjë, as altarin dhe as varë. Allah në bashkoftë në hejë. Dhe duke pas parasysh gjitha që dëgjume të vllazërit tonë dashur, nuk po përmendet se është nevojë të zgjatur më tepër, por ju jam në njohës. Autori falenderoi në fund të fjalës kryetarin e fondacionit Alsar Zotri Mehmet Gura për një kontribut të çmueshëm, një lutje, dua dhe pas saj një koktejl për të pranishmit të mbyllen aktivitetin promovues.